Përshëndetje shikues të nderuar të ekranit të televizionit Vojnë, mirë se takohemi së bashku në emisionin të rit në Fokus. Vërtet kam shumë kënaqësi sot që të kem në studio një pianiste të dalluar, e cila vërtet ka shkëlqyer që në moshë fare të vogël. Bëhet fjalë për Viktoria Dedvukaj, të cilës i dëshiroj mirëseardhje dhe natyrisht e falenderoj që pranoi ftesën për të bërë pjesë e këtij emisioni. Mirë se erdhe dashur. Mirë se ju gjeta dhe shumë faleminderit për ftesën. Është kënaqësi e jona. Viktoria, ne faktikisht të kemi pasur që të vogël të pranishme në ekranin e televizionit Vojnë, ja që vitet kalojnë dhe ti vërtet po vazhdon duke korrur sukses në atë fushën që ti e adhuron, në instrumentin e pianos. Unë të doja të dija pak më shumë mbi rrugtimin tënd, të na tregoje se si ka qenë rruga jote mes shkollës së mesme dhe shkollës së muzikës. A ka qenë faktikisht e vështirë të ecësh paralelisht, duke shkuar nga fakti që ti je njëkohësisht ndjek shkollën e mesme të Përzir 25 Maj në Tuzë, si dhe shkollën e muzikës? Definitivist, ka qenë dhe është akoma një rrugë e vështirë, por ka pasur shumë ditë lodheje, por në të njëjtën kohë gjithashtu mund të veçoja se ka pasur ditë që unë ndjesha në vendin tim plotësisht. Ti vërtet ke bërë një zgjedhje të vështirë për të ndjekur dy shkolla njëkohësisht, por ja që ja ke dalur dhe po ja del për mrekulli, sot për sot je në vit të tretë, ka mbetur edhe një vit për të përfunduar shkolla mesme Përzir, gjithashtu dhe shkolla e muzikës, apo jo? Po. Kur e kuptove ti për herë të parë se pianoja do ishte diçka shumë serioze në jetën tënde dhe jo vetëm thjesht një rrugtim i shkurtër apo thjesht një kalim kohe, të themi kështu? Besoj se nuk ka qenë një moment i caktuar, por një ndjesi që gradualisht është forcuar me kalimin e kohës dhe sidomos mendoj se kur kam filluar që ta shikoj muzikën me përgjithësi dhe jo vetëm me kënaqësi, mendoj se atëherë ka filluar që muzika të bëhet një gjë shumë serioze në jetën time. Përpara se të flasim për Italinë, duke qenë se edhe arsyeja pse je ti sot këtu është pjesëmarrja jote në një garë shumë të rëndësishme në Itali, konkretisht në Rom, unë do doja të ndalesha pak tek disa gara të tjera, të cilat i ke zhvilluar gjatë muajit maj dhe prill, po në Maltëzi, gara shumë të rëndësishme, gara ndërkombëtare në Tivat, në prill, do doja të dija se si e përjetove këtë garë, pra bëhet fjalë për garën e vitit 2025. Pra, kjo garë ka qenë një moment shumë i rëndësishëm për mua. Mendoj se ka qenë një kontakt i drejt për drejt me atmosferën e një gare ndërkombëtare dhe kam mësuar shumë prej kësaj gare. Atëherë pas Tivatit ti ke pasur edhe një tjetër garë shumë të rëndësishme që ishte në muajin maj. Ishte pjesëmarrja jote në Cetinj, a ndjeje ndryshimin në qasjen tënde artistike? Çfarë ndryshimi pate në krahasim me Tivatin një muaj përpara? Po, patjetër mendoj se ka qenë një ndryshim i vogël, sepse jam ndjerë më sigurt në interpretimin tim, pra këtë herë nuk jam fokusuar vetëm të korrektësia teknike, por gjithashtu edhe në shprehjen e mesazhit artistik. Sa ndikuan këto dy gara faktikisht në rritjen tënde dhe vetbesimin si dhe pjekurinë tënde si një pianiste? Mendoj se patjetër se kanë ndikuar, me kanë bërë që të kuptoj se jam në rrugën e duhur dhe se kanë pasur një ndikim në formimin tim jo vetëm si një pianiste, por edhe si një person. A ka ndonjë moment nga Tivati apo nga Cetinja që të ka ndikuar emocionalisht tek ti, apo ka lënë ndonjë përshtypje të veçantë tek ti? Momentet më kryesore që do t'i veçoja, mendoj se janë ato momente pas interpretimit që pra unë kam qenë e mbushur me emocione dhe jam ndjerë e lirë gjithsesi dhe mendoj se këto momente kanë qenë shumë të forta emocionalisht. Sa kohë totale je përgatitur për këtë cikël garash, të themi ndërkombëtare, duke qenë se ke pasur njërin pas tjetrës? Përgatitjet kanë zgjatur disa muaj, edhe pse kanë qenë shumë të vështira duke pas parasysh balancimin midis dy shkollave, por ka qenë gjithsesi një proces i vazhdueshëm. Si duket një ditë e jotja e zakonshme, të themi, gjatë përgatitjeve, sa orë ushtrime, sa shkollë dhe sa orë pushim? Dita është ndarë midis shkollës dhe pastaj orëve të muzikës që i kam mbas ditet dhe
ushtrimeve në piano. Pushimi është i kufizuar, por gjithsesi mendoj se është i domosdoshëm. Ke sa afërsisht kohë pushim? Ndoshta në mbrëmje. Në mbrëmje, pas gjitha aktiviteteve që ke gjatë ditës. Cila ka qenë sfida, të themi, më e madhe gjatë përgatitjes, teknika, interpretimi, apo përballja me stresin? Cilën do e veçoje? Unë do e veçoja sigurisht përballjen me stresin, sepse mendoj se teknika dhe interpretimi janë gjëra që mund të punosh dhe ti përmirësosh, por përballja me stresin është një gjë që kërkon, mendoj, pjekuri dhe eksperiencë me të shumt. Sa rol kanë luajtur profesorët e tu në rrugtimin tënd? Të gjithë profesorët kanë luajtur një rol shumë thelbësor, pra nga shkolla muzikës rolin kryesor e ka pasur profesoresha ime e pianos, e cila më ka shtyrë dhe më ka motivuar që të ushtroj sa më shumë, prandaj e falenderoj shumë. Ndërsa nga gjimnazi i Tuzit, të gjithë profesorët kanë qenë të kuptueshëm dhe kanë pasur një ndikim shumë të madh gjatë këtij rrugtimit dhe sidomos kujdestari im Samiri Gjokaj, i cili më ka përkrahur dhe më ka ndihmuar çdo herë, prandaj do doja që të falenderoja. Pa mbështetjen e familjes, a do ishte mundur kjo rrugë të realizohet dhe të ecë kështu vaj, të themi? Jo, sigurisht se jo, po ata mendoj se ky rrugtim do të ishte shumë i vështirë, mos edhe i pamundur. Të ndalemi tani tek Italia. Kemi faktikisht edhe disa fotografi të cilat sidhen në sfond, vërtet shumë interesante, shohim edhe pamje shumë interesante, shumë mbresa besoj të kanë lënë. Atëherë do doja të dija se si e përjetove momentin kur shkove për herë të parë në Rom për të marrë pjesë në gara, për të interpretuar si një pianiste e vërtet. Po mendoj se ka qenë një moment shumë i veçantë për mua, sepse jam të kur për herë të parë pra me frymën e jashtëzakonshme të këtij qyteti artistik dhe ka qenë shumë breslëndse me tjera fjalë. Roma International Piano Competition është gara e kategorisë së parë, me kritere vërtet shumë të larta. Si e ndjeve këtë përgjithësi, duke e ditur se është vërtet një garë e cila kërkon shumë dhe është shumë sfiduese? Ka qenë një përgjithësi shumë e madhe, por në të njëjtën kohë jam ndjerë edhe nderuar që kam mundur që të marr pjesë në këto gara. Garat u zhvilluan nga data 2 deri me datën 15 nëntor. Si ishte ritmi i këtyre diteve intensive, do doja të dija? Pra, garat e kategorisë time janë zhvilluar me datën 2 nëntor, por përgatitjet dhe ushtrimet që kanë qenë deri atëherë kanë qenë shumë intensive dhe të mbushura me stres, do të thoja. Do doja të dija se me ke ishe, sa di qëndrove? Po, kam shkuar me profesoreshën time, pra ajo ka qenë aty me mua të gjithë kohën dhe jemi nisur që nga data 31 tetor deri me datën 4 nëntor. Keni qëndruar në Itali. Mirë, po si ishte niveli konkurentëve ndërkombëtar dhe çfarë ti mësove faktikisht nga ata? Po niveli ka qenë pra shumë i lartë, të gjithë konkurrentët kanë qenë shumë të talentuar dhe mendoj se nga ta kam mësuar shumë mënyra të ndryshme të interpretimit në aspektet të ndryshme. Ndryshoj, të themi më mirë kështu, ndjesia kur performove në një skenë italiane, në një qytet me histori të madhe muzikore. Si ishte ajo ndjesia? Ishte ndryshe nga ajo që ke përjetuar më përpara? Po sigurisht se ishte ndryshe, pra Italia vetë vendi të bën që të ndjesh më veçantë dhe ke një ndjenjë më shumë përgjithësie performimi aty se sa këtu. A patë ndonjë moment gjatë performancës tënde në Rom që nuk do të harrosh kurrë? Do të veçoja vetë momentin kur jam ulur në piano që të performoj. Mendoj se sa po jam ulur më është dukur se si të gjithë rreth me jetë vetëm jam zhdukur dhe kam mbetur vetëm unë te muzika. Me çfarë u prezantove, çfarë performove? Pra, kam performuar melodi të ndryshme nga Rachmaninov, Chopini, Beethoveni dhe Cimarosa. Atëherë neve, faktikisht duke të falenderuar ty, kemi edhe disa video të shkurtra, por vërtet shumë breslënse, shumë me emocion, shumë ndjenjë, shumë dashuri, të cilat të ndajmë me shikuesit e televizionit Boj në këto momente. T'i ndjekim dhe rikthehemi natyrisht për të vazhduar bisedën tonë.
Shikues të nderuar, jemi rikthyer natyrisht për të vazhduar bisedën tonë me Viktoria Dëtvukaj. Viktoria, tani do doja të pyesja sa i përket edhe jurisë. Si ishte ajo përvoja jote me jurinë ndërkombëtare? Duke qenë se je mësuar me jurinë këtu, tani u din edhe ato taktikat se çfarë kërkojnë, çfarë ata dojnë, po si ishte me jurinë ndërkombëtare, me jurinë italiane, themi kështu? Kishin një kriterium shumë më të lartë. Do të thoja, paka shumë të njëjtat gjëra i kërkonin, por në një nivel më të lartë. Dhe mendoj se i vlerësoj të gjitha kritikat dhe komentet që i kanë bërë për mua, kanë ndikuar shumë në formimin tim. Çfarë mendon se të dha Italia në aspektin profesional dhe personal? Nga aspekti profesional, mendoj se më ka dhënë më shumë përvojë se si një pianiste dhe nga aspekti personal, mendoj se jam pasuruar më shumë me vetë qytetin. Pas kësaj eksperience, a ndihesh më sigurt në rrugën tënde artistike? Si mendon? Mendoj se po, pra dalja në atë skena së madhe më ka ndikuar që të më japi më shumë motivim edhe për garat e ardhshme që shpresoj që do t'i kem dhe skenat e tjera ndërkombëtare. Atëherë, a mund të themi se faktikisht Italia ka qenë një pikë kthese në karrierën tënde të deri tanishme? Po, mund të quhet një pikë kthese, por nuk është ai rezultati i cili do të veçoja, por më shumë përvojat që e kam pasur në të gjithë garën. A të ka hapur kjo garë, të themi dyert, ose perspektiva të reja? Ke ndonjë ftesë, ke ndonjë ide, qofti apo profesoresha jote apo shkolla jote e muzikës që tani të vazhdosh të marrësh pjesë në për qytete evropiane të mëdha siç ishte Roma? Po, mendoj se këto gara kanë hapur shumë ide të reja jo vetëm për gara, por edhe për shkollimin tim të mëtejshëm, pra më kanë ndihmuar shumë në hapjen e këtyre dyerve të ardhshme. Gjatë këtij rrugtimi me gara ndërkombëtare, a ke arritur të fitosh ndonjë çmim apo vlerësim të themi nga juria? Çfarë do qoftë ai çmim? Pra nga këto gara ndërkombëtare kam arritur që të fitoj çmime të ndryshme, ndërsa nga kjo gara e fundit kam arritur që të marr vendin e 4, duke pasur parasysh kriteriumin e lartë dhe konkurrencën e fortë. Çfarë domethënie ka për ty ky çmim personalisht? Pra për këto gara nuk kam qenë e informuar shumë herët, prandaj nuk kam pasur edhe pritshmëri shumë të mëdha. Dhe prandaj mendoj se jam shumë e kënaqur me arritjen që kam fituar dhe se ka qenë një arritje morale edhe për mua. A e ndjeve veten të shpërblyer për të gjithë atë mundin dhe sakrificën që ke bërë? Di që as nuk je përgatitur shumë për këtë garë, por deri diku ja ke dalë, ja ke arrit. A mendon se të është shpërblyer sakrifica jote? Mendoj se po. Mendoj se kjo garë pra më ka treguar se jam e aftë që të barazohem edhe me tjerë pianista ndërkombëtar. Botëror, themi kështu. A mendon se çmimet janë më shumë motivim apo përgjegjësi për të ardhmen? Një çmim mendoj se nuk është vetëm, si më thënë, një rezultat që të përcakton se kush je, por mendoj se është më fort si një motivim të cilin të çon të ushtrosh më shumë dhe që të përgatitesh më shumë për të ardhmen. Nëse ndalemi sërish tek Italia, a u vlerësua performanca jote me ndonjë çmim apo certifikat? Çfarë certifikate? Dim që more çmimin në vendin e 4, por ishte ndonjë certifikat mirënjohje apo ndonjë certifikat domethënëse? Po, më pas më kanë dërguar pra diplomën e vendit të 4. Domethënë vetëm ke fituar një diplomë si pjesëmarrëse e këtij evenimenti. Sa e rëndësishme është për ty të marrësh vlerësim në një garë të kategorisë së parë si ajo në Rom? Ta marrim shembull, ka dhe gara të kategorive të tjera, por kjo vërtet ishte nivelit shumë të lartë. Po, mendoj se është një arritje shumë e rëndësishme për mua, duke marrë parasysh vetë aftësitë e kufizuara që i kam për të ushtruar, sesa të tjerët nxënësa që janë në kategorinë e pianos. Po sa i përket profesoreshës tënde, sa ishte ajo e kënaqur me arritjen tënde, me performancën tënde, cilat ishin ato komentet që i more nga ajo? Unë mendoj se profesoresha ime ka qenë shumë më e gëzuar se sa unë, sepse ajo me të vërtet nuk e ka pritur atë rezultat dhe jo vetëm ajo, por më kanë përgëzuar të gjithë profesorët nga shkolla ime.
Po prindrit, familjarët, çfarë të thanë, duke qenë se besoj nuk ka qenë fare lehtë që vajzat tyre të shkojnë në Itali, të prezantohet në Rom, në një garë të nivelit të lartë. Çfarë komentesh more nga ata dhe sa ishin ata të lumtur për ty? Po pra ishin shumë të gëzuar dhe të lumtur për pjesëmarrjen time dhe i falenderoj shumë për përkrahjen e tyre. Atëherë, atë kanë dhënë këto vlerësime më shumë besim për planet tua në të ardhmen. Disa herë përmendëm si edhe me pështjellën faktikisht, por unë dua të dal deri aty që të di dhe të mësoj pak më shumë mbi planet tua për të ardhmen. Do na pres ndonjë koncert tjetër, ndonjë surprizë tjetër, çfarë do na pres në të ardhmen? Po, tani jam duke u përgatitur për një festival, i cili do të jetë në shkurt, dhe mendoj se në të ardhmen vetëm shpresoj se të ketë më shumë gara ndërkombëtare dhe koncerte të tjera. Sa i përket këtij festivali në shkurt, ku do zhvillohet? Do të zhvillohet në qendër të Shkollës së muzikës? Po, në Podgoricë. Në rregull. Po sa i përket muzikës, si muzikë themi kështu, shkollës tënde, je në vit të tretë, cilat janë planet, çfarë do bësh, do vazhdosh një drejtim tjetër, apo do merresh me muzikë drejt për së drejti, tani jemi midis dy zgjedhjeve, ke dy alternativa, çfarë do bësh? Po, definitivisht mendoj se ardhmja ime është në fushën e muzikës, akoma nuk jam e sigurt a do të jetë këtu në vendlindjen time, apo diku jashtë shtetit, por mbetet për tu parë. Po. Mirë. A sheh veten ndoshta duke i vazhduar studimet në Itali, të ka lënë bresa Roma, Italia që pse jo, ti vazhdosh studimet atje? Mendoj se është një vend i cili me të vërtetë më ka tërhekur, por nuk mund të them akoma se mund të jetë Italia. Duke qenë se përmendet të katërhekur, ke pasur mundësi edhe ta vizitosh, të shëtisësh pak, të njohësh. Kam qenë edhe tek akademia e shkollës atje dhe më është pëlqyer shumë. Po përveç akademisë, çfarë tjetër vizitove, cilat vende? Po tani i kam vizituar ato vendet më të njohura. Më të njohura. Ku të gjithë turistët shkojnë, ashtu që besoj të ka pëlqyer apo jo. Bukur. Ëndra jote më e madhe si pianiste, cila është? Mendoj se është që të përformoj sa më shumë si një pianiste koncertale, që të arri një pjekuri muzikore dhe vetëm të arri sa më shumë suksese në fushën e pianos. A mund të kemi ndonjë koncert tëndin një ditë që të jesh ti ajo e cila do e menaxhoj dhe e drejtoj dhe do na kënaq të gjithëve, do kënaqemi të gjithëve në ritmin e muzikës që ti do na servirosh? Po, definitivist. Në fund të vitit të 4 madje kam edhe koncertin personal, si të them, dhe në të ardhmen e besoj që do të kem shumë koncerte të tjera. Atëherë të përgëzoj vërtet dhe të uroj shumë suksese. Dhe si fund, si e imagjinon veten në 5 apo 10 vite më vonë? Kjo është një pyetje shumë e vështirë, por gjithsesi mendoj se do të jem akoma një person që merret me muzikën, sigurisht me shumë detyrime tjera gjatë vjetës, por mendoj se muzika është një gjë që kur nuk do ta lë pas dorës. A ke menduar ndonjëherë, në qoftë se nuk do ishte muzika, çfarë do ishe? Çfarë themi ndonjë sport apo në cilën fushë do ishe drejtuar? Çfarë të tërheq tjetër përveç muzikës? Një fushë tjetër e cila më është pëlqyer të gjithë jetën është letërsia apo edhe këndimi, sepse të gjithë jetën kam menduar se do të më pëlqente të bëhem një këngëtare, por tani mund ta shikoj se është ndryshuar. Mirë, ti faktikisht je duke ndjekur, se mua kështu po më lindin pyetje pas pyetjes, je duke ndjekur dy shkolla njëkohësisht, pra shkollën e mesme të përzier dhe shkollën e muzikës. A mund të ndodhë që të ndjekësh dy universitete njëkohësisht? Diçka që ka të bëjë me muzikë dhe një tjetër që ka të bëjë me ekonomi, nuk e di, letërsi, çfarë të qoftë. Ajo është një pyetje që nuk dia mund ta përgjigjej, por sigurisht se një pas njërit mund të përfundohen, por në të njëjtën kohë nuk e di. Nuk e din. Ndoshta do ishte pak më e vështirë dhe më kërkuese, më sfiduese. Mirë. Atëherë, ti më ke thënë në fillim të emisionit se kam dëshirë të bëj edhe disa përshëndetje, apo jo? Atëherë, natyrisht do kesh mundësi të bësh edhe përshëndetje, që dëshiron të përshëndesësh, shfrytëzoj rastin dhe ti përshëndesin të gjitha dhe neve.
Fillimisht do të përshëndetja babajnë dhe nënën, sepse pata mendoj se nuk do të ishta këtu dhe duke arritur këto suksese. Do të përshëndetja të gjithë shoqërinë time, të gjithë profesorët dhe të gjithë familjen time në përgjithësi. Atëherë mua së mbetet tjetër vetëm të uroj shumë suksese. Jam e bindur që do kemi ne në të ardhmen edhe shumë intervista, shumë emisione për të zhvilluar me ty, sepse ky është vetëm një fillim i suksesit tënd më të madh. Ti ke qenë vërtet gjithmonë një yll që ka rrezatuar, që ka lëshuar dritë, të mbaj mend shumë të vogël pranë pianos, me ato duart, ato gishtat tua të artë, duke na serviruar një muzikë vërtet shumë të bukur. Të falenderoj shumë, të uroj shumë suksese dhe natyrisht të çdo ndërrojotja të bëhet realitet. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi. Shikues të nderuar, ishte natyrisht me neve Viktoria Detvukaj, një pianiste e cila na premton shumë. Ju faleminderit të gjithëve për vëmendjen dhe ju uroj shikim të këndshëm të programit tonë në vazhdim. Bashkë, mirupafshim.